Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Të ndëruar vëllezër besimtarë, në këtë ditë të festës së Fitr Bajramit, do të mundohem që shkurtimisht të paraqes ose të përfshij një mesazh ose disa mesazhe të dashur vëllezër besimtarë, të cilat përkojnë me festën tonë të madhe të cilën jemi sot, por edhe të cilat burrojnë dhe janë si frymëzim dhe si reflektimi i muajit të madh të Ramazanit, prej të cilët vetëm sa kemi dalë. Në realisht dashur vëllezër besimtar, këto porësi i ka solli profeti alayhi salatu wasalam në një prej ngjarjeve më të mëdha që bëri, ajo është ngjarja e Hijretit, kur erdhi në Medinë, në hyrjet e Medinës, kur pritën në Ansarët për t'u sollë mesazhin hynor profeti alayhi salatu wasalam, ai pikërisht i tha këto fjalë dhe këto porësi, të cilat unë të dashur vëllezër besimtar sot i them tu para jush. Porosia e parë, efshus salam, përhapeni, promovoni sigurin, selamin, paqen, dashurin, harmonin, përhapeni paqen dashur vëllezër besimtar, përhapeni sigurinë të dashur vëllezër besimtar, promovoni paqen të dashur vëllezër besimtar, nga se në vendin tonë, në shoqërinë tonë, edhe pse i kemi bërë 26 vite pas mbarimit të luftës, prapë ky vend nuk është i sigurt, ose më mirë me thonë po ka shumë pasiguri, ose më mirë me thonë po ka shumë probleme të cilat po cënojnë sigurinë. Raste të shumë të dashur vëllezër besimtar të vrasjeve po ndodhin në shoqëri, brenda në familje, brenda në shoqëri, vrasje të pakuptimta, vrasje me motive shumë të ulta, dhe jo vetëm vrasje, po edhe shkurërzime, edhe probleme, edhe dhunë, edhe rrahje, e gjëra të tjera që nuk na shkojnë të dashur vëllezër besimtar, as si besimtar musliman, po as si popull dhe si shqiptar që jemi. Andaj të dashur vëllezër besimtar, kjo ishte porosia e parë që profeti alayhi salatu wassalam u tha shokëve të tij dhe u tha Medinasve kur erdhën në Medinë pas hijretit: Efshu salam, ejuhan nas, o ju njerëz, o populli i dashur, përhapeni, promovoni sigurinë, përhapeni paqen, rehatin. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam: la tadkhulul jannata hatta tu'minu, nuk keni me hyrë në xhenet derisa të mos besoni. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pa besim. Mos mashtrohet askush të nderuar vëllezër besimtar. Dhe nuk keni me besu derisa të mos duheni me zveti. Subhanallah. S'ka xhenet pa iman. Dhe s'ka iman pa e dash njëri tjetrin. Ky është Islami të dashur vëllezër besimtar. Kjo është feja jonë të dashur vëllezër besimtar. Kjo është feja jonë që disa po thrasin me elan dhe me aktyshtimin dhe po thonë po kthehemi në të fejme të parëve. Jo të dashur vëllezër besimtar, e të parëve dhe të mëramëve. Në këtë vend është kjo fe, cila garanton siguri, harmoni, dashni, rehati për shoqërinë në barë. S'keni me besu, s'keni me shpëtu ose xhenet me hy pa besu, dhe s'keni me besu pa dash njëri tjetrin. Ewala edullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum fima bainakum. E apo doni me ju tregu për diçka që nëse e veproni keni me u dash me zveti. Cila është efshu salam bainakum. Përhapeni selamin mes jush. Përhapeni selamin mes jush. Përhapeni dashnin mes jush. Vizitoni me zveti, takohuni me zveti, foleni me zveti, shtrëngoni duart me zveti, dunën njëri tjetrin. Kjo është porosia e parë, e cilën Ramazani ka promovu shumë të dashur vëllezër besimtar. Porosia e dytë: wa at'imu at-ta'am. Bëni mirë, bëhuni solidar. Punoni edhe për të tjerët, punoni për ata që s'kan, kontriboni, nuk mohet shteti pa kontribu, nuk ruhet shoqëria pa ndihmu.
Nuk ecët përpara pa pas të gjithë nga parë. Andaj I ka ardhur pikërisht Ramazani për të fuqizu këtë vlerë të dashur vëllezër besimtar, për ta flak egoizmin. Jemi bërë shumë egoista. Shumë egoista. Veç për veti. Veç për gjepin e vet. Veç për interesin e vet. As për rrethin e ngushtë ndaj cilëve ka obligim me punu dhe me kontribu s'kontribuan. Hiç më larg se dje. E kemi vizitu një familje. Një motër e cila përkujdeset për vëllaun e saj të sëmur. Motra kogja një mosh, edhe vëllau një mosh. Të dy në kushte ekstrem të këqija. E kur I pyetëm, a keni dikon? Po të dashur vëllezër. Kanë dikon. Kaja një vëllau që I ka kushtet. Por vëllau tha jeton në banesë me fëmijët e tij. Por vëllau tha jeton në banesë me gruan e tij. Kurse atje, nëse ku ta çojnë një kason me kushte ekstrem të këqija, e kalon një motër të shkret, e cila kishte fliju rinin e saj, jetën e saj, sepse s'është martu. Fillimisht duke e këshirë fëmijët e vëllaut që dikur I la, e tash duke e këshirë vëllaun e sëmut. Për kom për jetoni, për kom për jetojnë, për kom për punojnë, për kom për bojnë biznis, vetëm për gjepin është e vogël kjo. Është e vogël kjo. Nuk na shkon me fenë tonë të dashur vëllezër besimtar. Nuk na shkon me besimin tonë. Musliman egoist nuk shkon. Besimtarve gjepin e vet nuk shkon. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dëgjoni këtë hadith. Ndëgjoni çka është feja islame. Ndëgjoni çka është imani. Dhe mos e mashtroni veten pastaj. Nuk ka besu askush për jush, derisa të mos ia dhan vëllaut vet ata që don për veti. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Ndëgjoni këtë hadith tjetër, po është të ndëlidhur me besim. Ai që ka besu Allahun, ose ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, për ai që beson Zotin hak, dhe ai që beson se ka një ditë që kena me dhon para ti, dhe para dhe llogari kena me dhon, falyukrim dhayfa, le ta ndëron musafirin. Në zënë hadithit e të dashur vëllezër besimtar, nuk ka besu askush për jush, ose dikush për jush, nëse ai flan e ka barkun e tij të ngopur, kurse kujshia I tij, kurse vllau I tij, kurse I afërmi I tij, nuk ka bukë me hungër, nuk ka besu. Nuk mohen familjarët me vitra, nuk mohet vllau me vitra, nuk mohet motra me vitra. Vitra është pastrim I gabimeve tua. Pastrim. Llogarit është një ujë me cilin ke pastru diçka, mja dhon vllaut ton, ose motrës tone, bën mja dhon. Është e lejuar nëse është fukara, por nëse e dën, e nëse zemra për të therr, jo vllai dashur me vitra. Po prej pasurisë më të mirë që e ki, prej asaj që han ti dhe gruaja jote dhe fëmijët e tu. Wa at'imu ta'am, andaj bëni mirë, jepni bukë, ndihmoni, kështu po thot profeti alayhi salatu wassalam. O ju njerëz, përhapeni sigurinë, paqen, dashninë, rahatin, ndihmoni, s'ka mundsi ndryshe. Wasilul arham, dhe porosia e tretë dashur vëllezër besimtar, mbani lidhjet familjare.
mbani lidhjet fare fisnore, mbane njeri tjetrin, mbane lidhuni, silu është mu lidh me njeri tjetrin. Këtu është për qëllim ata që i ki gjakut, të familjes dhe ata që i ki prej nonës, të afër. Me që ata të din kush je, me që atu dihet imani jëtë. Jo 100.000 shok në për Facebook, kurse asnjë prej familjarëve tu shok ose dës nuk e ki. Silu lërham, mbani njeri tjetrin, duhe njeri tjetrin, mos ja ktheni shpine njeri tjetrit, sepse ai cili shkëput raportet me familjen e ti, me të afërmit e ti, ai jo po Allahu i ka shkëput lidhjet me të në tokë. Ky është hadith dhe ashtu dhe zërbesimtarë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka thonë lidhjeve fare fisnore, të cilat thot profeti alayhi salatu wassalam, janë të lidhura me arshin Allahut azza wa jall. Propozita e tyre është të lartë në qiell. I ka thonë Allahu, a jeni të kënaqura? A je i kënaqur, të kënaqura që ai cili mban lidhjen me juve, unë më mbajt lidhjet me to. Dhe ai cili shkëput lidhjet me juve, ai cili s'nien për babë, ai cili s'nien për motër, ai cili s'nien për vëlla, ai cili s'nien për doj, ai cili s'nien për axh, e kështu me radhë. Ai që shkëput lidhjet me juve, edhe unë me shkëput lidhje me to. Kështu bëhet Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu bëhet Allah subhanahu wa ta'ala. Imani unë, veprat tona, namazi unë, agjerimi unë, namazi unë, zeqati unë, Kurani unë, namazi natës, agjerimi një muaj, dhe shumë ato vepra që i keni punu dhe i keni kry gjatë ti muaj. Mbesin pezull dhe nuk pranon Allahu azza wa jall me i shirtu, as me i pranu, as me shpërbly nëse dy veta nuk duhen me zveti. Nëse dy persona ose dy persona cilët nuk shkojnë me zveti, nuk flasin me zveti, nuk e dojnë njeri tjetrin, veprat e tyre nuk ngriten, ato ngelin pezull deri sa ata të mos nreshen me zveti. Çështja është shumë serioze. Nuk është fontan dëshirash. Këndon ti me dasht, e këndon mos me dasht. Këndon me shtëpi, me shti në shtëpi, e kuna don me ambyll derën. Jo i nderuari njeri, jo i nderuari vëlla musliman, jo i nderuari besimtar. Nuk është kjo rregull kështu. Nuk ka dasht Allahu kështu. Ka tregu Allahu këndosht me shti në shtëpi. Kuna duhet me hap derën, kuna duhet me ndihmu, e kanë duhet me dasht, e kuna duhet me ju afru, e kanë duhet edhe me bajt ka pak nëse ta bën tal çandën e fjalë. Katër të dashur vëllezër besimtarë dhe përësia e fundit është wasallu bil lejli wa nasu niyam, lidhja me Allahun. Mbani lidhjen me qiellin, mbani lidhjen me Zotin, mbani lidhjen me krijuesin. Mashtrohet ai që mendon s'ka nevojë për Zotin. I mashtruar është ai i cili thotë unë s'kam nevojë. Unë jam i mençur, unë jam laik, unë jam Allahu na rutja rabbel alamin. Nuk e ku shkon, nuk e ku hec, nuk e gjitha të mirat janë prej krijuesit. Mbani lidhjen me Allahun, njiheni Allahun, adhuroni Allahun, duheni Allahun, respektoni Allahun, nënshtroni Allahut, sa ma tepër që Allahu që i nështrohesh, as ma i lirë je, sa ma afër Allahut, as ma i fort je, sa ma i mirë me Allahun, as ma i mirë dhe me njerëzit je. E lidhja e mirë me Allahun krijohet dhe bëhet përmes namazit, e që profeti alayhi salatu wassalam e ka përmenë në këtë hadith, wasallu bil lejli wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam,
dhe faluni. Nuk ka mundësi me kanë robi mirë pa namaz. Nuk ka mundësi me thonë, unë e du Allahun, po krynë sejdë nuk e qetë. E du Allahun, Zotin tonë, unë e du shumë, po ballin sejdë për ta nuk e qetë. Pa i Zotin e qëtet, do na i po të thirë 5 herë po ai po thirë 5 herë hajde namaz, hajde në xhami, hajde në shpëtim. E nëse asnjëherë nuk e ke dëgju, asnjëherë që ke përgjigj, atë me çka po e don? Sallu bil lejli u nasu niyam, faluni, në veçanti faluni namazën natë, tadkhulul jannata bisalam, hyni në xhenet me lehtësi. Allahu na mundsoftë me realizu këto porosia Rabbul Alamin. Allahu na boftë duke me zvete ja Rabbul Alamin. Ta ndihmojmë njëri ja Rabbul Alamin. Ta përkrahim njëri tjetrin ja Rabbul Alamin. Ta duam dhe ta madhërojmë dhe të nështrojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.